A ka ndodhur ndonjëherë me dikë që sa po e ke njohur, por të duket si kur e ke pa dikun? Së është rastësi, jap se ndodh kjo. Trurin ka një detektor fytyrash të brendshëm i quajtur fusiform face, ku kjo pjesë e trurit është aq e fokusuar në njohjen e fytyrave, sa shpesh të bën shortcuts, duke përzier njerëz të ngjashëm. Po ka diçka edhe më interesante. Disa njerëz kanë atë që psikologët e quajnë fytyrë gjenerike, karakteristika të buta, mesatare, që bëjnë të ngjashëm shumë të tjerë. Këta njerëz janë kameleon vizual, ndihen familjar edhe kur nuk i ke takuar kurr. Dhe ka një fakt akoma më të çuditshëm. Sa më mesatare të jetë një fytyrë, aq më shumë trurin e konsideron të bukur dhe të besueshme. Kështu që nëse dikush të thotë më dukesh fytyrë e njohur, merre si kompliment.